Përshëndetje të dashur miq. Kjo është një video ndryshe nga videot e tjera që kemi dhënë deri më sot, por përsëri ka të bëjë me pjesën e hobit të motorave. Atëherë, kjo video sot është për këtë pakun këtu. Diku në fillimi dhjetorit na kishte kontaktuar kompania Aochi ose Aoki, nuk e di si ta shqiptoj fix, si shqiptohet. Kjo kompani merret me prodhimin e ekraneve që vendosen në makina ose në motora. Pak a shumë ju keni parë dhe në video tona që mbi ekranin e motorit kam një ekran tjetër. Ai ekrani është CarPlay ose Android Auto, do me thënë si që kanë gjitha makinat moderne sot që lidh telefonin direkt dhe aty ke çdo gjë, duke u lidhur dhe me telefonin me Bluetooth dhe me wireless, ti transmeton çdo gjë në të telefonit e transmeton te ekrani. Ne kemi një ekran të tillë, kuptohet, unë e kam marrë shumë lirë atë, nuk është se është ndonjë markë e njohur, është do të thosha no name. Deri tani nuk është se kam pas ndonjë problem, është normal, vetëm në ditët me diell, me thënë kur ka diell të fortë, ekrani mendoj se duhet të ishte më i fuqishëm. Shpresoj që këtë ta zgjidhim me këtë ekranin këtu. Atëre kompania Aochi ka parë kanalin ton dhe na kërkoi na bëri një kontakt në email, na kërkoi në këmbim, me thënë do na dërgonte ekranin e saj dhe në këmbim nuk donte asgjë tjetër veç se t'i bënim një review në kushte reale. Unë po e filloj videon sot me pakon siç është, të them të drejtën pakua ka një 10 ditë që ka ardhur, por nuk kemi pasur kohë dhe sot do të bëjmë një unboxing, do me thënë do të hapim pakon, do të shikojmë se çfarë përmban brenda kutia, po e dëgjoj që pas ka goxha gjëra brenda, sepse kompania Aochi këtu ka vënë përveç se ekranit që lidhet me telefonin, ky ekran ka dhe opsione të tjera, për shembull siç është dy kamera të regjistrimit, kamera përpara dhe kamera mbrapa, janë tipit dashcam. Unë e kam kamerën vetë inkorporuar është e motorit, me thënë siç ka dalë nga fabrika ashtu e ka kamerën përpara dhe ju e dini, na erdhi një mesazh, dhe ju e dini që ajo është shumë e mirë në rast një aksidenti, mos ndodh kur, por ja që edhe aksidentet janë pjesë e lojës. Kompania Aochi pretendon që, jo pretendon, por ka si opsion përveç se këto dyja ka dhe presionin e gomave. Unë përsëri këto opsione kam te motori, që motori e tregon vetë në ekran, kështu që mbase është e panevojshme, por për shumë të tjerë mund të jetë shumë e mirë si opsion, sepse nuk ke pse të nisesh në një udhtim dhe të mendosh jo po goma kështu, jo po goma ashtu. Kur e shikon në ekran direkt se sa mund të jetë presioni gomave dhe ikën në një udhtim pa merak, pa kokçari do të thosha. Atëre, pakun e kemi të pahapur dhe unë mendoj tani që të bëjmë një unboxing dhe të shikojmë se çfarë përmban brenda. Pas kësaj do mundohemi ta montojmë te motori. Për ta montuar te motori do vetë te miku im tek Edi, që ishim dhe në udhtimin e fundit që bëm për në Glav bashkë me Edin. Vendosa që ekranin e vjetër në thonjza të vjetër sepse ka 6-7 muaj që e ka marrë. T'ja kaloj Edit dhe të vendos Aochin C6 Pro ja më duket se është ky dhe që ta testojmë dhe të bëjmë një review siç duhet. Nuk kam ndonjë detyrim ndaj kompanisë Aochi në kuptimin përveç se ka sill dhuratë. Unë do them fiks gjërat ashtu siç janë, të vërtetat, qoftë minuset, qoftë dhe pluset. Atëherë vazhdojmë me hapjen e kutisë. Atëherë fillojmë me hapjen e pakos. Ju nuk e shikoni, por kam improvizuar pak në vendosjen e kamerës dhe me ndriçimin, sepse është dark, mos duhet të jetë më afër, por duhet jemi më këtu. Okej, do mundemi ta kemi më aty. Paketimi është shumë i mirë. Atëherë, për momentin këto e hedhim. Nuk e di sa duket në kamera. Atëherë, këto janë të dhënat. Aochi C6 seri. Atëherë, siç e lexoni dhe këtu, është
për motora. Ekrani është 6.25 inch, është me touch, ka para mbrapa kamerat, 1080p për të filmuar dhe gjithçka, ka wireless CarPlay dhe Android Auto, Bluetooth wireless për të lidhur dhe me telefonin dhe me helmetën, kush ka Bluetooth në helmet. Ka GPS për navigimin, ka support për kartë memorie, ka presionin e gomave, ka dhe regjistrim emergjence dhe është kundra ujit, waterproof IP67. Atëre, tu nuk e kanë shënuar kush model është, mua më thanë që është Proja. Jam pak ters, me thënë këtë, duket shumë i mirë paketimi. Atëre hapim. Kjo është video e parë që po bëj unboxing. Atëre këtu kemi ekranin. Nuk e di nëse mua do më duhen të gjitha. Kjo është për të marrë rrymën nga motori. Mund ta marrësh direkt nga bateria. Të do ta shikojmë kur ta lidhim te motori, kur të bëjmë montimin e motorit. Atëherë po nxjerrim të gjitha në radhë. Këto të dyja duhet të jenë ato të presionit të gomës. Mua realisht nuk është se më duhen të lidhur. Ka një kaçavid kryq me 3 ose 4 vida të vogla. Shumë detaje po shikoj. Kjo duhet të jetë montimi te timoni, te hekuri do të thënë, siç e shikoni. Kjo duhet të jetë një nga kamerat, ose para ose mbrapa, do shkruaj një moment, por unë nuk mendoj se më duhet para, por mbrapa mendoj ta vendos. Këto janë lidhje plastike të ndryshme për të montuar te timoni, si duket. Mbajtësia. Do thosha që ka shumë gjëra. Akoma kam menduar dhe Chelsea, këtë nëse shikoj duhet jetë Chelsea për të montuar presionin e gomave, këto që vendosen tek gomat ku fryn ajrin. Pas ka një plastike me adeziv. Pas ka përsëri në ato montimet plastike për të timoni. Dhe vetëm pas ka. Kjo nuk e di çfarë është, po besoj duhet të jetë ajo e hijes. Do me thënë, ja do të hapim dhe këtë, do shikojmë dhe ekranin. Kur t'i vi radha. Pas ka akoma montime, kjo duket është metal, shumë i fortë, duket cilësor. Këto janë të dyja kamerat. Tani do ketë udhësime kush është para, kush është mbrapa, po besoj mund të jenë dhe të njëjta, sepse nuk është se përbën një problem këtë do vendosësh. Unë, si që thash, do montoj vetëm kamerën mbrapa, sepse para e kam. Kjo me siguri është që ju mos të hiqni dorën nga timoni, dhe në qoftë se në rast të një telefonate, ose në një rast në qoftë se doni të ndroni muzikën, sepse ka dhe muzikë, të punohet këtu direkt, ja si që shikoni dhe këtu nga shenjat. Me thënë shtypni si që keni dorën këtu në timon, ta shtypni direkt me gisht. Ky është kabli, besoj, për kamerën mbrapa, se duket që është goxha i gjatë, është i gjatë. USB përsëri, kjo nuk e di ku ju në punë, por do ta shikojmë gjatë montimit. Kemi dhe përsëri kabëll akoma. Si që po shikoni, gjërat janë pafund, kanë menduar edhe fashetat për të kapur kablin kur të kalojnë aposhtë serbatorit dhe për të kaluar mbrapa, akoma dhe fasheta, do thosha shumë detajist, në shumë detaje, të cilën këtë gjë, okej, kur mora atë ekranin që thash e ka marrë diku te $60, nuk është se i kishte këto gjëra, i kishte shumë të thjeshta. Këtu kemi, faleminderit Aoçi, na pas kanë vendosur dhe kartë memorie, pas kanë menduar akoma dhe për kartën e memorjes. Bravo, shumë faleminderit, shumë të kompletuar, gjithçka. Besoj nuk kemi çfarë të kërkojmë tjetër, këtu pjesa e fundit, besoj do jetë screen protector, me thënë mbrojtësia e xhamit, si që shikoni. Deri tani nuk na ka zhgënjyer, nuk e di sa duket kjo se është e dukshme, i ka dhe të pastrimit gjitha. Deri tani do të thosha shumë detaje dhe shumë të kompletuar. Atëre po hapim më kryesoren, ekranin. Të dashur miq, ky është ekrani.
Është më i vogël nga ekrani që ekzistus që kam unë tani atje, sepse ai që kam është 7 inch, ky është 6.25. Kuptohet ai, ju thash, problemin që kam më të madh e kam kur ka shumë dritë. Ky besoj por është duket që është tjetër material, është tjetër cilësi, kualiteti duket më i fortë, jep vërtet diçka serioze. Këto janë gjitha kablot e montimit. Besoj një nga këto do jetë, kjo e kuqja do jetë për të marrë rrymën. Këto të dyja do jenë për kamerat, ja e thotu para dhe mbrapa. Kjo është për rrymën, kjo është për kontrolluesin, domethënë këtë që tham për të vënë tek doreza që ta kesh afër. Tani do kemi pak punë. Pas ka dhe këtë shenjë GPS këtu, që është e GPS-it. Besoj do kemi pak punë tani për ta vendosur. Unë them të shkojmë tek Edi, ta bëjmë atje. Atëre po i lë këtu. Ja një sekond. Duhet jetë dhe kjo përkundra diellit. Po. Pas ka 3 vida, prandaj ishte kjo këtu që thanë që ai bën që në fillim që kishte 3 vida të vogla. Kjo me 3 vida bashkë e kanë vendosur dhe kaçavidën, me thënë të vendosim të kundra diellit. Dhe ekrani del diçka e tillë. Nuk e di sa duket në kamera. Po. AOC me 2O dhe me 2C. Atëherë edhe një deri tani e falenderojnë AOC, e falenderojmë. Kjo është një falenderim edhe fal jush, një falenderit edhe për ju, sepse keni bërë të mundur që kanali të rritet. Rritja e kanalit dhe klikimet që kemi marrë, të roqi dhe vëmendjen e kompanisë së parë që kërkoi t'i bëjmë review dhe këtë na i solli dhurat. Domethënë çfarëdo që të themi është fal jush, shikimeve dhe klikimeve dhe komenteve që marrim nga ju. Atëre, unë po e mbyll këtu unboxing, do me thënë hapjen e pakos, dhe po e vazhdojmë me montimin tek motori. Tani jemi gati, këtu jemi te magazina Edit. Edi filloi punën për çmontimin. Për fat të keq harrova mikrofonat, por nuk ka ndonjë problem, kështu që do t'japim pak me shpejtësi derisa të mbarojmë gjithë çmontimin. Do montojmë këtë ekranin këtu pastaj te motori Edit. Sidoqoftë do vëmë njëra AOC tani. Të dashur miq, tani po e provojmë ekranin në kushte reale. Sot dita është me shumë diell. Si menu është pothuajse kur del në Android Auto është e njëjta, nuk ndryshon asgjë me ekranet e tjera. Mua në fakt me këtë madhësi është më mirë për motorin, sepse ai tjetri ishte shumë i madh. Dhe deri diku e linte në hije ekranin e motorit, dashboardin e motorit do me thënë. Kjo është vetëm njëra nga veçoritë.
Me këtë ekran dhe me pajisje që kishte mund të monitoroni gomat e motorit, presionin e ajrit. Ka 2 kamera, regjistrim para mbrapa. Unë për momentin kam vënë vetëm kamerën mbrapa, do të tregojmë një moment se si duket. Cilësia ishte shumë e mirë nga çka vetë motori përpara, por për të mos vënë kabull shtesë, unë nuk e lidha kamerën para, vetëm atë mbrapa, të cilën kamera mbrapa, në qoftë se nuk të duhet GPS-i, hartat, mund të funksionoj edhe si pasqyrë e mbrasme. Unë do të thosha që në krahasim me ekranin që kisha, nuk e diskutojnë fare kualitetin e produktit. Është shumë herë më i mirë, është më solid. Dhe më pëlqen madhësia sepse, siç e tham, nuk e lë ekranin dashboardin e motorit në hije. Atëherë të dashur miq, ky është ekrani i AOC-it. Këtu jemi në Android Auto, që ju mund të bëni share telefonin. Edhe në dritë është ky ekrani i AOC-it është më i qartë nga ekrani që kisha më përpara, sepse tani po e krahasoj me ekranin e motorit, me dashboardin e motorit, dhe është shumë i qartë. Atëherë këtu kemi Android Auto, edhe touchi është shumë herë më i mirë nga i kaluari. Kuptohet me ja të ndaloj më mirë që të bëjmë një review më të mirë. Atëherë, ky është ekrani, po të shikoni lart, kjo koha këtu është që është në regjistrim kamera gjithmonë. Unë ju thash që kam lidhur vetëm kamerën mbrapa. Ky opsioni këtu është nëse keni Android ose iPhone, që kaloni direkt në Android Auto ose në CarPlay. Atëherë këtu tregon datën, orën, ditën. Data është 22. Këtu tregon presionin e gomave dhe temperaturën. Unë nuk e kam lidhur, sepse ju thash kam presionin këtu te motori. Këtu tregon regjistrimin që kemi bërë, që bëjnë kamerat. Po të shikoni, kjo është kamera mbrapa, të cilën e mund ta bëjmë nëse dikush nuk ka nevojë të vendosë hartën, mund ta lëri dhe si pasqyrë. Më besoni, është shumë praktike. Ja, si që shikoni, zotria që po kalon. Atëre, kush e porosit mund të marri kodin këtu poshtë dhe të ketë një ulje. Për mua ja vlen, e vetmja gjë që po shikoj është duhet të ishte pak më me shumë ndriçim në ditë të forta me diell. Me thënë, kur dielli ndriçon shumë, besoj duhet kishte pak më shumë ndriçim. Më pëlqen madhësia, është ideale. Atëherë edhe njerë, mos nguroni, kush do ta porosisi, mund të marri përqindjen nëse vendos të kodin ton, ta ndihmon dhe ne dhe ju merrni ulje. Faleminderit AOC-it që na përzgjodhi dhe nga e nisi këtë dhurat. E vetmja gjë që na kërkoi ishte një review. Besoj se ja vlen. Atëherë, të dashur miq, këtu po e mbyllim videon ton. Për çdo gjë na shkruani, nëse nuk kuptua diçka, do t'ju përgjigjemi në komente.
Edhe lidhja me motorin si që pat nuk ishte ndonjë gjë kush e di, ishin gjëra shumë të thjeshta në varësi të modelit, po që është standard. Atëherë shihemi në videon e radhës. Miropafshim.